Ky vit jubilar përmban një moment me rëndësi të veçantë për jetën kishtare dhe për identitetin shpirtërore dhe kulturor të popullit shqiptar, duke synuar rëpërtëritjen e devocionit ndaj Zojës së Këshillit të Mirë. Më 25 prill të vitit 1467, fugura e Zojës u shkëput nga muri shenjtërores rreth kështjellës së Rozafës për të mos u dhunuar e përdosur nga hordhita nadollake që në atë vit u dyndën mbi Shkodër. E mbartur nga engjëjt dhe shoqëruar nga 2 shkodran të devotshëm, Gjorgji e Desklavis, mbështjell prej një reje vëzulluese, zuri vend në Gjenazzano, afër Romës. Gjergj Kastrioti, princi i shqiptarëve dhe atleti i Krishtit, ndroi jetë më 17 janar të vitit 1468. Nga beslidhja e Lezhës deri në ditët e tij të mbrëme, udhëhoqi popullin e tij në luftën kundër ushtrisë otomane, duke mbrojtur me guxim trojet, identitetin kulturor dhe vlerat shpirtërore të kombit të tij. Nga ajo ditë e deri sot, ai konsiderohet për popullin shqiptar simboli më fisnik i kohezionit dhe unitetit kombëtar. Pas vdekjes së Gjergj Kastriotit, qyteti i Krujës, që për shumë vite kishte qenë simbol i rezistencës shqiptare, në tetor të vitit 1478, ra përfundimisht në duar të ushtrisë otomane. Pas rrethimit të Krujës, e fundit që ende nuk kishte rënë në duar të armikut, ishte fortesa strategjike e Shkodrës, e cila mbrohej nga forcat veneciane dhe nga ato lokale. Pas 7 muajsh luftime dhe pas bombardimeve të vazhdueshme të ushtrisë turke, ndërmjet viteve 1478-1479, u dorëzua në duart e Sultan Mehmetit II. Nga rrethimi i Shkodrës, ndryshoi dhe situata politike dhe ushtarake në Ballkan, sepse perandoria otomane konsolidoi më shumë kontrollin e saj në rajon. Papa Benedikti XIV, me bolën papnore i Nunc Nobis, më 2 korrik të vitit 1753, në lidhje me nënën e Këshillit të Mirë, u shpreh: figurja, siç thot Gojdhëna e devotshme, me shërbes të engjëjve, u mbart nga qyteti i Shkodrës dhe u qua në Gjenazzano. Nga 19 maj deri më 23 qershor të vitit 1895, në kishën e madhe të Shkodrës u mbajt kuvendi i tretë i Arpnit. I peshqvinjtë e Shqipërisë, ndër shumë çështjet ndryshme pastorale, sakramentale dhe kanonike që trajtuan, i kushtuan një hapësirë të veçantë për pilimin të aktit kishtar drejtuar kongregatës së riteve për të shpallur Zojën e Këshillit të Mirë, pajtore e Shqipërisë. Kërkesa i peshqvinjve shqiptar, pasi u mor në shërtim nga ana historike, teologjike dhe devocionale nga kongregata e riteve dhe nga vetë Papa Leoni i XIII, u aprovua nga Ati i Shenjtë, i cili me dekret papnor të vitit 1895 e shpalli Zojën e Shkodrës, pajtore e Shqipërisë. Më 22 prill të vitit 1903, me dekret papnor të Papa Leoni XIII, në litanit lauretane u shtua dhe lutja Nëna e Këshillit të Mirë, lutu për ne. Më 25 prill të vitit 1993, vetë Papa Gjon Pauli II ndaloi tek rënojat e kishës së dikushme të Zojës për brikalas, për t'i besuar mbrojtjes së saj amnore krejt popullin shqiptar. Më 13 qershor 2012, Kongregacioni i Kultit Hyjnor dhe i disiplinës së sakramenteve, me vullnetin e Papa Benediktit të XVI, e shpalli Zojën e Këshillit të Mirë, pajtore e Gjenazzanos. Më 22 prill të vitit 2023, para altarit të nënës së Këshillit të Mirë në Gjenazzano, u nënshkrua akti i binjakëzimit shpirtëror mes shenjtërorës së Zojës së Këshillit të Mirë dhe si motrës së saj në Shkodër. Për këtë ngjarje, u hartua një akt juridik kishtar që sot gjendet i ekspozuar në kapelen e Zojës brenda bazilikës në Gjenazzano. Më 22 prill
të vitit 2024, Papa Francesku e lartësoi Kishën e Zojës së Këshillit Mirë për Bricalaso Zafa me dinjitetin e bazilikës minore. Nga data 21 deri më datën 26 shtator, u bë pelegrinazhi i gjenacanezëve në tokën e origjinës së imazhit të Zojës, në Shkodër. Më datë 24 janar të vitit 2024, drejtori i përgjithshëm i Fondacionit Migrantes, organizëm i konferencës Sipërshënore Italiane, aprovoi vulën dhe logon zyrtare të koordinimit kombëtar të baritores së katolikëve shqiptar në Itali. Logoja përmban imazhin e Zojës së Këshillit të Mirë, vitin 1895, vitin në cilin Papa Leoni XIII e shpalli Zojën pajtore të Shqipërisë, dhe frazën te Jezusi nëpërmjet Marisë. Më 25 prill 2024, kardinali Robert Prevost viziton Bazilikën e Zojës së Këshillit Mirë në Gjenazzano. Më 25 maj 2024, në përmbyllje të muajit të Zojës, një numër i madh shqiptarësh nga gjithë Italia, të organizuar nga Koordinimi Kombëtar i Pastoralit të Katolikëve Shqiptar në Itali, mori pjesë në festimet kushtuar Zojës së Këshillit të Mirë në Gjenazzano. Më 10 maj të vitit 2025, Papa Leoni XIV, në vizitën e tij të parë jashtë mureve të Vatikanit, ka shtektuar në Gjenazzano për t'i besuar Zojës së Këshillit Mirë mbar botën dhe për t'i kërkuar asaj që ta udhëheqë në misionin e tij si vikari i Krishtit në tokë. La Madonna del Buon Consiglio di Genazzano, provincia di Roma, assessorato alla cultura e alle politiche giovanili ed 1975, Skiptarut në Gjenazzano viti 1900. Nale janë sepse unë jam disi për faktin që kam pas fatin të punoj për shumë vjetë, për 20 vjetë me radhë me emigracionin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht në New York, ku kemi themeluar kishën tonë me emrin Zoja Shkodrës, kishën pra etnike,
katolike shqiptare. Nanë edhe të sojnë e beku, nanë të marrë nërsimit. E kështë matër tua, e kështë që nana jote që i të virë. E shka më të komi këtu, për këtë thënë të beku, të shirën të në beku me për të matë. Dje dhe sot për me ardhë me bazilikën e Nanës së Këshillit të Mirë dhe që jemi këtu. Ma bukur se sa din Nana me bashku fëmijët nuk din as kush tjetër. Le të ndihemi fëmijët e Nanës tonë, Zojës Mari. Bashk përzihen tokë arbënore, fort për mall ka një shejtnore. Aty bashk dy histori, lidhun janë për bukuri. Aty a dheut dhe fesora, konshëm kapen dora. Kështjela nalt flet për atë dhe në brinj shejtnorja flet për fe. Te shejtnorja aty rand Shkodre, kanë vrapu jo vesh për Shkodre. Por ka mos prej vendit ton, edhe ndim kanë gjetë gjithmonë. Këtu kanë ardhë po pale, të mlajet vëgjel e kanë dalë, fresku zemret edhe në ngushtu, e në fe shenjte ata forcu. Tek jo zoj kanë ardhë për kshil, dhe kanë gjetë sa herfil, deri në rastin matë fështirë pse kjo është nana a këshillit mirë. O sa lufta, sa rreziku, o sa i huje e rep të miku. O, sa zeza rombine, që di që bojmë hije mbile. E po kuj na do t'ja dim, se këti gzimi sot jam rejnë. T'lirë me pa po njët fe, që t'partë, patën mbarë ndërne. Një kësaj zoje plot me hirë, nanë s'fuqishme të këshillit mirë.